Sëmundja e diabetit është sëmundje shqetësuese në nivel global. Kjo si pasojë e mungesës aktiviteteve fizike, dieteve të pashëndetshme dhe ushqimeve të shpejta. Sipas Zulgjufli Simit, specialist për medicinë interne, faktor kryesor për sëmundjen e diabetit është ushqimi jo i shëndetshëm, të cilin e konsumon një numër shumë i madh i njerëzve. Do të thotë se mbas asaj popullsisë që kemi në 98, afërsisht mirët ajo se 8 deri në 10% të popullsisë është përfshirë me diabet. Tash ku është e verës, lëngjet duhet të jenë më të theksuara. Me thënë, uji është domosdoshëm të gjithë njerëzit që janë me diabet. Shteti jonë ende nuk ka një tretman të diabetit me anë të ushqimit. Si faktor kryesor që paraqitet diabeti, është një faktor më i rëndësishëm me faktori gjenetik. Mandej faktori ushqimit, faktori i stresit. Ndërkohë, Skënder Sylla nga Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se sëmundjes së diabetit duhet t'i jepet rëndësi sepse në botë rreth 350 milion persona janë të prekur nga diabeti, ndërsa çdo vit vdesin nga 3.5 milion njerëz nga kjo sëmundje. Sot në botë konsiderohet se mbi 350 milion njerëz vuajnë nga diabeti dhe çdo vit pothuajse mbi 3.5 milion njerëz vdesin nga diabeti. Aspekti i diabetit është ngritur edhe në agjendën më të lartë, madje është nxjerrur edhe rezolut nga Kombet e Bashkuara, në mënyrë që shtetet në veçantë, por edhe komuniteti global në përgjithësi të kontribuojnë në të gjitha mënyrat që kjo sëmundje të parandalohet, sepse mënyra më e mirë për që në të ardhmen të fillojmë të reduktojmë diabetin është që ai të parandalohet. Ndonë se trendi aktual i diabetit është në rritje dhe pritet që edhe në dekadat e ardhshme të vazhdojë kjo rritje. Sipas organizatave dhe shoqatave që merren me parandalimin e kësaj sëmundje, në Maqedoni ka rreth 200.000 persona me diabet të tipit 1 ose 2, prej tyre 43.000 marrin insulinë.